shumë njerëz mendojnë që të jesh një shitës i mirë, duhet të jesh një folës i mirë, një orator i mirë. Por në të vërtet, një shitës i mirë, aftësinë më të mirë e ka të dëgjuari. Lançimi i Woltit Kosovë ka qenë një nga storyt tona të suksesit globalisht. Ne sot kemi lançuar Gjilanin, është qyteti i katërt pas Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt, por nuk do të ndalemi derisa ta bëjmë komplet Kosovën ngjyrë blu. Klienti gjithmonë sheh vetëm atë momentin e fundit. Pra ai futet, bën porosim dhe sheh që për 30 minuta ose në shumë raste edhe më pak ka porosim tek dera e tij. Por nuk e di që mbrapa qëndron një kompleksitet shumë i madh. Kam qenë një nga ato advokatët e mëdhej që kur bënim mbledhje me kompaninë i thonim që duhet shkojmë patjetër dhe në Kosovë. Kanë qenë 3 vite të mbushura plot sfida, plot rritje, plot eksperjenca të bukura, por realisht ka qenë një shkollë në vete për mua, po themi kjo eksperiencë në një ambient ku çdo gjë ndryshon çdo ditë. Asnjë ditë nuk është e njëjtë. Ndoshta si karakter mund të kem ndryshuar shumë nga fillimi deri tani, më kam mësuar si të jem një person më i mirë, një lider më i mirë, po themi për kompaninë time dhe për ekipin tim. Wolti nuk të le të mërzitesh, ka gjithmonë rritje shumë të madhe dhe kjo rritje e madhe sjell dhe mundësi të reja, po themi për çdo person. Përshëndetje, po takohemi në këtë epizod të radhës të podcastit ton. Unë shpresoj që jeni duke kaluar mirë dhe do të kalojmë në këto momente e në vazhdimisht, sepse do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që definitivisht e bën ndryshimin e ditëve dhe mënyrës se si jetojmë. Do të flasim për inovacionin, për digitalizimin, por edhe për mënyrën e sjelljes konsumatorëve se si ndryshon çdo ditë. Dhe gjithë në këtë pjesë një emër është i përbashkët dhe ai është Wolt që e ka ndryshuar krejtësisht sjelljen konsumatore dhe ka dhënë risi, revolucion në vete. Sot po flasim për një sukses të radhës të Woltit, sepse Wolti tashmë ka hapur dyert ose është lancuar edhe në qytetin e bukur të Gjilanit. Qyteti i Gjilanit është qyteti i katërt në Kosovë që Wolt tashmë është prezent dhe nuk do të ndalet me kaq. Andaj për të diskutuar për vizionin, për këtë strategji të rritjes, por edhe për qindra e mira biznese që po i bashkojnë çdo ditë platformës gjigante Wolt, do të flasim me Arlen Qinamin, i cili është drejtor i shitjes në kuadër të Wolt Kosova dhe Wolt në Shqipëri. Përshëndetje, mirë se vjen në këtë epizod. Përshëndetje Gresa, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jemi sot bashkë këtu, të bisedojmë për Woltin dhe për inovacionin që Wolti ka sjell, për zhvillimet dhe zgjerimet e reja të Woltit, por nga ana tjetër dhe për mënyrën se si Wolti ka ndikuar tek jeta e qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, duke bërë atyre pak më të thjeshtë çdo ditë. Unë jam shumë e lumtur që do të flasim për suksese dhe jo vetëm, sepse do të flasim pikërisht me një hap të radhës të Woltit, i cili tashmë është prezant edhe në Gjilan. Këtë bën në kuadër të qytetit të katërt, po zgjerohet edhe në Kosovë. Po, është shumë e vërtet. Rritja faktikisht dhe zgjerimi ka qenë shumë i shpejtë, por ka ardhur natyrshëm duke parë mënyrën se si qytetarët e Kosovës e kanë përqafuar Woltin. Faktikisht, Wolti në Kosovë, lançimi i Woltit Kosovë, ka qenë një nga storyt tona të suksesit globalisht, sepse gjithë qytetarët e kanë përqafuar shumë shpejt dhe janë shumë të hapur ndaj ndryshimeve dhe ndaj gjërave që ja bëjnë jetën e tyre pak më thjeshtë, ndaj komoditeteve, ndaj çdo gjëje që ndoshta i kursen pak kohë. Pra nuk ka nevojë që dalin të marrin ushqim ose të gatuajnë ose dalin nëpër supermarkete, të presin radhë gjata, të kalojnë nëpër trafikun që ekziston nëpër të dyja qytetet, por mjafton një klik larg, bëjnë një porosi dhe kohën e shfrytëzojnë për gjëra të tjera si të kalojnë kohë me familjen ose për hobit e tyre. Dhe ne sot kemi lancuar Gjilanin, është qyteti i katërt pas Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt, por nuk do të ndalemi derisa ta bëjmë komplet Kosovën ngjyrë blu. Kjo është e bukur. Kosova blu. Mirë, dua të ndalem pak tek Gjilani se si shkoi gjithçka, a ishte një strategji e mirë menduar, pse pikërisht Gjilani si qyteti i katërt? Atëherë, normalisht ne bëjmë disa planifikime, po themi për zgjerimet tona dhe jo gjithmonë nuk është vetëm një vendim komercial, ose nuk shohim vetëm atsinë e qytetit, por bazohemi në gjëra të ndryshme. Një nga gjërat më të rëndësishme është stili jetesës ose ritmi i qytetit që i themi. Pra shohim a janë qytetarët e atij qyteti gati për ta përqafuar këtë transformimin digjital, por nga ana tjetër shohim dhe numrin dhe cilësinë e partnerëve potencial në atë qytet. Nëse janë edhe ata gati po ashtu që të jenë pjesë e një platforme digjitale.
Dhe faktikisht lancimi në Gjilan ishte diçka që bënte goxha sens duke parë zhvillimin e qytetit, edhe unë kam qenë vet aty disa herë dhe mund të them që jam surprizuar, kishte një gjallëri të jashtëzakonshme dhe sidomos bizneset aty ishin goxha të investuara mirë, por kishin dhe menu të paktën tek pjesa ushqimeve, kishin goxha produkte interesante. Kështu që ne gjetëm gjitha këto gjërat që kërkonim dhe Gjilani bëri check të gjitha bokset që Wolti është duke kërkuar për të hapur një qytet. Ndalemi pak me që e përmende kështu me sresh tash edhe pjesën e sjelljes së konsumatorëve. Edhe tash më besoj që keni një pasqyrë të qartë mes Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt dhe Gjilanit. Nga i kemi orientimet ose preferencat si popull? Po, atëre ka diçka që sjellja është e ndryshme, përveç se është e ndryshme në shtete ndryshme, është dhe në qytete ndryshme. Diçka që shohim është që Prishtina dhe Ferizaj kanë një sjellje të konsumatorit me porosi në orarin e drekës. Pra gjëra praktike, po themi që njerëzit i konsumojnë në orarin e punës. Ndërsa Prizreni është komplet histori tjetër. Porosit janë më tepër në orarin e darkës, janë porosit të mëdha, porosin në grup dhe sidomos ka një rritje goxha të madhe gjatë fundjavave. Edhe për shkak se është një vend turistik, kështu që kjo ka ndikimin e vet. Kështu që sado janë të ngjashëm, kanë dhe këto diferenca. Po në fund sjellja është e njëjtë. Ata duan diçka të shpejtë, diçka praktike dhe një eksperiencë të mirë. E të cilën gjithmonë e ofron Wolti, të jemi sinqertë. Gjithmonë. Është qëllimi, misioni jonë është që t'ia bëjmë njerëzve jetën sa më thjeshtë, duke ofruar çdo gjë në xhepin e tyre. Dhe brenda një kohe shumë të shkurtër realisht se keni arritur këtë. Është e vërtet. Por faktikisht kjo nuk vjen vetëm prej po themi meritës Woltit, por është edhe kërkesa që ka patur nga vetë qytetarët e Kosovës. Dhe unë jam goxha krenar që ka ecur aq mirë, sepse gjithë të rinë, po themi, po edhe brezat pak më ndin, kanë kërkuar të njëjtën gjë që ata kanë parë në qytete të tjera europiane. Pra kanë kërkuar diçka që do t'i kursejko, kanë kërkuar një vend ku të gjejnë çdo gjë që ata duan dhe t'i vi shpejt praktikisht. Por nga ana tjetër kjo nuk ka qenë një mirë vetëm nga ana e konsumatorëve. Kjo ka ndikuar edhe tek bizneset lokale. Sepse çfarë ka sjell kjo? Kjo i ka dhënë mundësinë bizneseve lokale që ndoshta janë edhe në disa lokacione që shumica e njerëzve nuk i shohin dot, nuk i arrin dot, i ka dhënë mundësinë që të rrisin vizibilitetin e tyre dhe të kenë klient nga çdo zonë e Prishtinës, e Ferizajit ose çdo qyteti tjetër. Kështu që kjo ka qenë e mirë për të treja palët, pra për Woltin, për bizneset lokal edhe për konsumatorët vet. Dhe kjo përqafim nga të treja palët e ka sjell këtë rritje kaq shpejt sot. Dhe ky është një zinxhir i jashtëzakonshëm që po funksionon në mënyrën më perfekte të mundshme, jo vetëm për Wolt, por për të gjitha bizneset që i bashkohen realisht platformës gjigante tashmë. Por, kur jemi tek ana e bizneseve tash, sidomos për shembull për Gjilan, janë të gatshëm, keni parë interesim qysh në ditën e parë themi të bashkohen platformës? Janë shumë të gatshëm. Diçka interesante që edhe dua ta ndaj. Kur kemi bërë lancimin e qyteteve tjera si Ferizaj, si Prizreni, gjatë momenteve që ekipi ka dalë nëpër qytet, po themi dhe ka biseduar me bizneset e tjera, ka qenë gjithmonë dikush që i thoshte po në Gjilan kur do hapeni. Kështu që interesim ka patur që më përpara. Por në momentin që shkuam u prit shumë mirë. Ishte inovacion, normalisht, sepse nuk ishte një platformë të ngjashme, po themi në qytetin e Gjilanit, gjë që kishte ato pyetjet e veta nga ana e bizneseve, por nga ana tjetër ishte diçka që e prisin. Normalisht ne jemi ulur me ta, i kemi shpjeguar çdo gjë, ja kemi shpjeguar benefitet, por edhe ishte brand që njihej. Normalisht prej kryeqytetit, sepse njerëzit lëvizin nga qyteti në qytet, kështu që është pritur goxha mirë dhe ka patur goxha interesim. Dhe një fakt tjetër është që sot nga momenti që u lancuam, ekipi tim të shitës nuk i ka pushuar telefonin nga bizneset për kërkesa që kur do vini, kur mund ta nisin. Kështu interesimi ka qenë goxha i madh faktikisht. Unë besoj që realisht e keni provën evidente edhe prej qyteteve tjera që realisht një biznes përfiton shumë. U desht shumë kohë se shumë mund që ta bëni ndoshta një biznes në Gjilan t'i bashkoj, apo ishte interesimi aq i madh sa që ekipi i shitjes realisht duhet ta merr kohën e vet për t'u përgjigjur.
përgjigjur. Realisht kishte interesim, sepse është kjo që themi që fjala del, pra ata bisedojnë me njëri tjetrin që kanë fitim, por nga ana tjetër normalisht ekipi shitjes ka bërë punën e vet. Pra gjithmonë nga ana biznesit kur është diçka e re ka një lloj ndrojtje, po themi. Por është detyra jonë që t'ia shpjegojmë dhe t'japim çdo informacion, që nga mënyra se si funksionon çdo etapë, që nga procesi që ne quajmë procesi onboarding, pra kur një biznes përgatitet për të futur në aplikacion, por edhe çdo ndodhi më pas. Dhe për ta siguruar atë që ne jemi këtu për çdo hap të radhës. Pra asnjë biznes nuk është se do dali aty dhe nuk do di çfarë të bëjmë. Ajo që ne sigurohemi është që biznesi mos bëj asgjë më tepër se çfarë bën atë moment, por thjesht të vazhdoj të përgatisi produktet e veta shumë mirë dhe t'japi një eksperiencë shumë të mirë te klientët. Pastaj çdo gjë tjetër është puna dhe përgjegjësia jonë për ta bërë. Transparenca, eksperienca e mirë, por në kuadër të saj e përmendet edhe inovacionin. E që Volt është kështu keyword, ose themi fjalë kyçe në momentin që përmendet inovacioni. E vërtet, dhe faktikisht kemi një inovacion shumë të mirë, që duke u bazuar dhe tek ajo që përmenda qytetarët e Prizrenit do e pëlqejnë shumë. Wolt po lançon diçka që quhet split orders. Çfarë është split orders? Zakonisht na ndodh gjithëve që kur jemi në zyrë, i pyesim kolegët e tjerë që hey, un po porosis diçka ose po marr diçka, dëshiron dhe ti të marrësh diçka me mua. Wolt mundson që nëpërmjet një linku që shpërndahet, njerëzit kanë mundësi të bëjnë porosi në të njëjtin celular, por të pagesat bëhet nga gjithë secili. Pra të bëhet split payment nga çdo user që porosit, po themi. Edhe kjo është e bukura, por do të zgjerohet, themi, kjo lloj shërbimi ose kjo lloj vlere që ofron Volt edhe për qytetet e tjera, në mënyrë që ta kenë gjithë barabartë secili aplikacion. Patjetër, kjo do të zgjerohet dhe kjo do të jetë që në fillim për çdo qytet të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe kudo që Volti do të jetë. Pra do kenë mundësi ta përjetojë çdo grup shokësh ose çdo familje që duan ta ndajnë faturën në fund dhe nuk duan ta paguajë dikush. Shumë bukur, besoj që do zgjerohet në gjithë Kosovën sa më shpejt dhe po ashtu edhe kjo lloj karakteristike që ju ndihmon dhe fundja kanë fair play në këtë pjesë. E vërtet. Mirë, unë do të dalim pak tek koha realisht, sepse çdo shërbim përfundon në më pak se 30 minuta. Por jo gjithë e din se çka ndodh për brenda ose gjatë atyre 30 minutave. Nuk i dim pra pas skenat që Volt si shkon procesi zinxhiror edhe që realisht është një punë jashtëzakonisht e madhe. Është shumë e vërtet. Klienti gjithmonë sheh vetëm atë momentin e fundit. Pra ai futet, bën porosin dhe sheh që për 30 minuta ose në shumë raste edhe më pak ka porosin tek dera e tij. Por nuk e di që mbrapa qëndron një kompleksitet shumë i madh, që do thotë janë një grup njerëzish, është një ekip gjigant që punon për të marrë vendime real time, që çdo gjë të shkojë siç duhet, është një teknologji e mirë investuar dhe punuar ndër vite, dhe ndërkohë është një lidhje e palëve pra teknologjisë këtij ekipi dhe partnerëve tan korrier, po themi, që mundsojnë që çdo gjë të shkojë në kohën dhe momentin e dur. Duket si diçka shumë e thjeshtë, por nga mbrapa janë disa njerëz që mundohen që klienti mos ketë asnjë lloj problematike gjatë porosisë së tij. Merite kujt është që secila hallk funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme? Mendoj që është mënyra se si është organizuar kompania dhe mënyra se si njerëzit po them merren punë. Çdo individ aty ka goxha përgjegjësi dhe ka ownershipin e vet, po themi, që ka drejtën e vet për të marrë vendime. Dhe në fundit janë disa nga vlerat tona që ne mundohemi që çdo gjë, çdo ditë ta bëjmë më mirë, po themi. Kështu që është merita e gjithë secilit dhe në fund vjen tek një merit përfundimtare, po themi, e gjithë kompanisë që çdo gjë shkon aty ku duhet. Por realisht është një ekip i mbushur me profesionistë dhe jam shumë krenar që jam pjesë dhe dua ta them që pjesa më e madhe janë të rinj në moshë. Pra Wolti vlerëson vërtet talentin dhe profesionalizmin. Kur jemi te kjo pjesa rinjës dhe ju vetë jeni i ri, madje jeni ajo që besoj që pafundësisht ju bën krenar është që jeni që nga themelimi i Volt, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. E vërtet. Unë tashmë ky është viti im i tretë në Volt.
fillimisht kam qenë pjesë e lancimit të Shqipërisë dhe kam qenë një nga ato advokatët e mëdhej që kur bënim mbledhje me kompaninë i thonim që duhet shkojmë patjetër dhe në Kosovë. Dhe faktikisht nuk na doli keq sepse siç e përmenda Kosova ka qenë një eksperiencë dhe një lancimi i jashtëzakonshëm. Kanë qenë 3 vite të mbushura plot sfida, plot rritje, plot eksperienca të bukura, por realisht ka qenë një shkollë më vete për mua, po themi kjo eksperiencë në një ambient ku çdo gjë ndryshon çdo ditë. Asnjë ditë nuk është e njëjtë. Kjo të lodh më shumë apo të jep energji më shumë për të vazhduar tutje? Faktikisht kjo të jep energji dhe të jep motivim, sidomos për natyra, po themi si puna ime që nuk i pëlqen të qëndrojnë atë monotoninë e vet, si çdo person në shitje, kjo të jep motivim. Dhe nga ana tjetër të jep dhe atë ndjesinë të mësuarit diçka çdo ditë. Wolti është një kompani të paktën në Shqipëri dhe në Kosovë që kur ka nisur në hapat e para, është një kompani që jo çdo herë e ka pasur përgjigjen gati. Pra shumë herë është dashur që ne ta provojmë diçka, ta marrim riskun përsipër, të shohim çfarë po shkon mirë ose jo, dhe kjo është një eksperiencë që nuk paguhet. Edhe pa dyshim që besoj që mësimet më të rëndësishme i ke marrë nga kjo eksperiencë, por nëse ndalemi diçka specifikisht që të ka dhuru Wolti, po është edhe ti si vlerë pa dyshim e shtuar e Woltit, sepse ka filluar me pak persona, ku në ata pak persona keni qenë ju, dhe sot numëroni më shumë se 100 të tillë. E vërtet. Mua Wolti më ka dhënë, siç e përmendëm, më ka dhënë eksperiencën, po themi, në një kompani që pavarësisht se është një kompani globale, në Shqipëri dhe në Kosovë nisi si një startup. Siç e thash, teknologjia ishte aty, por çdo gjë nisi nga zero. Kështu që mua më dha mundësinë të shoh se si një biznes ndërtohet çdo ditë. Ne kemi qenë 4 veta në fillim dhe jemi rritur çdo muaj, po themi, sepse ka qenë nevoja tillë e sjell nga rritja shumë e shpejtë. Ka marrë një eksperiencë nga të gjitha krahat, qoftë profesionale, por edhe personale. Edhe ndoshta si karakter mund të kem ndryshuar shumë nga fillimi deri tani, më ka mësuar si të jem një person më i mirë, një lider më i mirë, po themi, për kompaninë time dhe për ekipin tim, dhe kjo fal gjitha sfidave që na ka sjell, duke na detyruar që të jemi gjithë më bashkë dhe të punojmë më afër me njëri tjetrin. Një nga zinxhiret bazë padyshim se është ekipi i shitjes, pa të cilin nuk bën fare, nuk e besoj që ka biznes për të cilin mund të paramendohet suksesi një biznesi pa ekipin e shitjes, e që besoj që tashmë ti e ke krijuar një ushtri gjigande me gjithë këta persona që i përmendet, por realisht kur duat ndalim tek motivimi i ekipit, si ja bënin që ai ekip vazhdimisht mbetet i motivuar, ani pse janë në moshë të re, por edhe ata kërkojnë ndoshta edhe ndryshimet e përditshme, edhe padyshim që Wolti i sjell ato në rrjedhën e tyre. Andaj si ja bëni që të qëndroni gjithë bashkërisht motivuar edhe me vizionin e qartë për të ardhmen? Patjetër. Së pari dua të them që jam me vërtet me fat sepse në të dyja shtetet është një ekip goxha i mirë, goxha profesional dhe janë shica të testuar si i themi. Normalisht, si në çdo vend pune, njeriu ka nevojë për gjëra të ndryshme që të motivohet, por gjëja më kryesore është që në Wolt çdo gjë shihet. Çfarë do të thotë është që çdo veprim ose çdo gjë që bëjmë ka një vlerësim nga prapa. Dhe është real time. Dhe secili vlerësohet për punën e vet. Dhe sidomos raste kur njerëzit dalin dhe mbi atë, po themi, që i kërkohet, që tek ne ndodh shpesh. Por Wolti nuk të le të mërzitesh, ka gjithmonë rritje shumë të madhe dhe kjo rritje e madhe sjell dhe mundësi të reja, po themi, për çdo person, që të shohi pozita ndryshme, që të shohi veten në ambiente të ndryshme, por edhe vetë shitja ka këtë pjesën e expansionave, siç janë hapja e qyteteve ose takimi me biznese të reja, gjë që domosdoshmërisht i mban njerëzit më të motivuar sepse kanë diçka të re çdo ditë për të bërë. Dhe kjo si përvojë i vlen atyre edhe në jetën personale, po themi, sepse i bën dhe jam i sigurt që i bën dhe gjithë secilin biznesmen shumë të mirë nëse nesër do duan që të kenë diçka atyre. Shitja është talent i lindur apo që krijohet edhe zhvillohet përmes aftësive edhe trajnimeve të ndryshme?
Tani ka një plur të vogël të lindur, pra ka një pjesë të lindur, por do thosha që pjesa më e madhe është experience. Pjesa më e madhe është goxha tentativa, goxha refuzime. Dhe janë këto refuzime, po themi, nga momentet që gjithë secili nga ne mëson më tepër dhe mëson si të qaset, po themi, tek partnerët e ri ose klientët e ri. Është thjesht eksperiencë. Dhe mendoj që mënyra më e mirë për ta marrë këtë eksperiencë është për të mos ta menduar shumë gjatë, por për dalë aty në terren, për të folur me njerëzit, për të folur me klientët, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ti bëhesh një shitës i mirë. Pra duhet ta kuptosh klientin, duhet ta kuptosh tregun. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet komunikimit. Kjo është aftësia kryesore që e bën një shitës të dalluar ose një shitës të suksesshëm, themi. Apo ka edhe të tjera? Shumë njerëz mendojnë që të jesh një shitës i mirë, duhet të jesh një folës i mirë, një orator i mirë. Por në të vërtet, një shitës i mirë, aftësinë më të mirë e ka të dëgjuarin. Një shitës i mirë duhet të jetë i aftë të dëgjojë dhe ta kuptojë klientin e vet. Pra, çfarë dëshiron ai nga kjo bashkëbisedim, nga kjo marrëdhënie, çfarë pret ai, kush janë pritshmëritë, çfarë mund t'i ofrojmë atij. Kjo mendoj që është pjesa më e rëndësishme. Por nga ana tjetër ka dhe diçka, aftësia për të fituar besimin. Kjo është një marrëdhënie funditës mes dy palëve, kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë një marrëdhënie besimi. Është shumë e rëndësishme që pala, po themi, që është në bisedim me shitsin, ta kuptoj që ka një person aty që është për ta ndihmuar, për t'i dhënë atë që ai kërkon, dhe nga ana tjetër për të marrë dikë që do ta ketë gjatë gjithë kohës me vete. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, sepse shumë njerëz kur bisedojmë me shitës kanë këtë idenë që okay, u firmos marrëveshja, edhe pastaj nuk do të kemë dikë që do më ndihmoj. Por një shitës i mirë është gjithmonë aty për të krijuar marrëdhënie të mira dhe marrëdhënie afatgjata. Edhe kjo është e bukura, sepse dua të ndalem te kjo pjesë. Shumë shpesh klientët e thonë që unë e kam harruar produktin, por nuk e kam harruar mënyrën se si më ka bërë të ndihem një shitës. Sa është e vërtet? Është shumë e vërtet. Dhe në shumë raste është shitësi ai, po themi, që e shet produktin, sepse është i aftë të dalloj, po themi, çfarë kërkon ky klient nga i produkt. Sepse nëse ti i shet një karakteristikë të gabuar të produktit një klienti, diçka që ai nuk po e kërkon, atëherë ai nuk do ta blej dhe nuk do ta kuptoj që ka nevojë për atë gjë. Kështu që shitsi, po themi, është hallka ndërmjetëse më e rëndësishme ndërmjet produktit dhe blerësit në këtë rast. Dhe Volti duket se ka pasur kujdes që nga dita e parë, sepse duke ja ofruar njerëzit adekuat afër vetes, por edhe duke i trajnuar ata me aftësitë e nevojshme, apo jo? E vërtet, për çdo person që i bashkohet ekipit, por jo vetëm dhe për ekipin ekzistues, ne sigurohemi që e para shitsi që do të nisë punën të njohë çdo aspekt të Voltit, të njohë si funksionon produkti, të njohë gjithë departamentet, gjithë kolegët, por diçka shumë e rëndësishme është dhe mënyra se si do t'i qaset klientit. Pra është gjithmonë e rëndësishme që t'i lë një shije të mirë, po themi, në mënyrë që edhe sikur të ketë një refuzim, ai të ketë mundësinë që të kthehet prapë tek klienti dhe të diskutojë përsëri. Por edhe për ekipin ekzistues ne jemi gjithmonë duke bërë trajnime të ndryshme, por mendoj që trajnimi më i mirë është kur kthehemi gjithë nga terreni në zyrë dhe ndajmë eksperiencat që sot isha në këtë takim, bëra këtë gjë, më tha këtë gjë, pra kjo është eksperienca që ndahet mes njëri tjetrit, është eksperienca më e mirë. A humb shumë një biznes kur vendos për një jo të mos i bashkohet Voltit? Por faktikisht asnjëherë ajo joja nuk është jo përfundimtare. Dhe prapa kësaj jos nuk qëndron një refuzim nga mosdëshira. Zakonisht ajo që ndodh është frikë, bizneset kanë frikën ndaj ndryshimit. Kjo është, po themi, refuzuesi më i madh. Kështu që është puna jonë që kur bisedoj me një klient, t'ja shpjegojmë çdo aspekt të Voltit. Pra që nga termat komercial, po themi, që nga mënyra se si do të funksionojë biznesi, sepse bizneset kanë këtë merakun si do më ndryshoj mua mënyra punës, a do ta përballoj dot unë nëse mriten volumet, dhe zakonisht momentin që e shpjegojmë, kjo ndroja zhduket fare dhe ata e kuptojnë që nuk do të bëjnë asgjë më tepër se çfarë po bëjnë tani. Pra thjesht do vazhdojnë të përgatisin produktet e tyre
dhe Carl Walti ka ekipin e vet që ja vën në dispozicion, po themi, që nga ekipi i logjistikës, që nga marketingu, që nga ekipi jonë i supportit, që dua ta përmendësh ekipi i jashtëzakonshëm, dhe janë të gjithë njerëz të vërtet që shndrojnë prapa ekranit. Pra nuk është një automatizim ose diçka AI që dërgon thjesht një mesazh sa për të thënë, por janë njerëz real që përpiqen për të dyja palët, dhe për klientët dhe për partnerët tanë, t'ia zgjidhin çdo problem dhe nuk largohen derisa ai problem është i zgjidhur dhe të dyja palët janë të qarta. Dhe kjo është e bukur që realisht cikli nuk përfundon me një nënshkrim të një kontrate të përbashkët, por që realisht rruga është shtruar pastaj dhe vazhdon tutje një ekip kaq kompleks. E vërtet, nënshkrimi i asaj marrëveshjes është vetëm fillimi, po themi, i këtij rrugtimi. Mbas atij momenti qëndron një përgatitje e tërë ose një strategji e tërë, po themi, ku ne sigurohemi që biznesi po bën çdo gjë në mënyrën e duhur. Pra, ka disa njerëz që shikojnë atë biznesin çdo ditë dhe sigurohen që çdo gjë po shkon mirë. Pra nuk është vetëm, asnjëherë nuk është vetëm. Madje jemi ne ata që shtym gjatë gjithë kohën biznesit që të provoj gjëra të reja, që të bëj gjëra të reja, sepse nga ana tjetër e kemi dhe eksperiencën me klientët, pra ne e dim çfarë kërkojnë klientët nga Wolti ose nga bizneset të caktuara. Kështu që bizneset duhet të jenë të sigurt që do të fitoj një ekip. Nuk është thjesht një marrëveshje ose nuk është thjesht një transaksion i kryer, por do të fitoj një ekip ndërkombëtar me eksperiencë ndërkombëtare nga mbrapa që do t'i ndihmoj ata të rriten çdo ditë dhe të bëjnë më të mirë çdo ditë. Alen, duket sikur ne sikur popull e kemi kaluar barrierën që Volt e cilësojmë sikur një delivery app. Tashmë e mendojmë si një qendër tregtare në xhepin tonë. Më pëlqen shumë kjo që the, qendër tregtare digjitale në xhep, sepse kjo është edhe motoja jonë. Në fillim ka qenë kjo përshtypja që Wolti është vetëm një platformë për pjesën e ushqimit. Por në të vërtetë Wolti, duke parë edhe nevojën e njerëzve dhe duke kuptuar edhe sjelljen e konsumatorëve, ofron gjitha produktet që mund na shkojnë në mendje. Pra nga supermarketet, kozmetika, farmacia deri ke çdo produkt tjetër. Dhe ky është qëllimi jon. Dhe kjo nuk është ndërtuar për ta zëvendësuar, po themi, këtë pjesën e ushqimit. Wolti prap do të vazhdojë që të jetë një aplikacion për dërgesa produkteve ushqimore, por është thjesht një rritje mbi një infrastrukturë që ne e kemi të zhvilluar, e kemi të ndërtuar. Dhe kjo vetëm përse t'i japim klientit atë që dëshiron. Pra t'i japim atë komfortin që ai futet në Wolt, bën një porosi ushqimi, por nga ana tjetër, pse jo e kap dhe një krem dhurat për nusen, ose ndonjë kohë kur e ka me nxitim, po themi, unë blej një buqet lule që e dërgon, pra gjen çdo gjë. Është realisht një qendër tregtare që është vetëm një klik larg. Dhe me këtë pjesën e luleve, dua ta përfundoj këtë pjesë për të kaluar tek një rubrikë e cila quhet Mit apo e vërtet, dhe ti na tregon se cila është. Mit apo e vërtet? Një shitës i mirë nuk pranon kur refuzimin si përgjigje? E vërtet. Pra, shitësi që nuk ka dëgjuar 100 herë jo është një shitës praktikant ende, është praktikant dhe pa arrit 500 nuk e lë asnjëherë. A ndihet i demotivuar kur e dëgjon shpesh jo? Asnjëherë, refuzimi është thjesht pjesë e procesit, nuk është fundi i një procesi. Mit apo e vërtet, shitja fillon kur klienti thot pikrisht atëherë kur nuk jam i interesuar? E vërtet edhe kjo. Pastaj i hap rrugë negociatave. Aty fillojnë aftësitë e vërteta të shitësit dalin në pa, po themi. A është e vërtet që ekziston një parim 80-20, ku 80% duhet dëgjosh dhe 20% të flasësh? Është e vërtet. Është shumë e vërtet dhe shkojmë aty ku tham që është një nga karakteristikat më të mira të një shitësi. Mit apo e vërtet, një ekip shitje pa presion nuk prodhon rezultate? Është mit, do them një ekip i mirë shitje është veti motivuar dhe gjithmonë është ambicios për të arritur gjithmonë më tepër. Targetet janë motivim për disa dhe traumë për disa të tjerë?
Këtë do të thoya që është e vërtet, varet si përjeton gjatë, por zakonisht për pjesën më të madhe, unë flas për ekipin tim, janë motivim. Kjo është e bukura. Arlan, ishte shumë kënaqësi të kisha sot në këtë epizod të këtij podcasti. Kënaqësia është e imja. Uroj që Volti të vazhdojë me sukseset e radhës, ashtu siç e ka nisur me këmbën mbar. Faleminderit. Kaq për këtë epizod të këtij podcasti. Faleminderit që ishit pjesë e jona edhe sot. Ne takohemi në epizodin e radhës e deri atëherë, shëndet.